Rikthimi I kampionatit futbollit mes 12 fshatrave të njësisë administrative Pojan Bashkinë Maliq ka sjellë jo vetëm emocione sportive, por edhe kujtime të një tradite të hershme që dikur bashkonte komunitetet rurale përmes sportit. Nga mënyra e organizimit dhe atmosfera që po krijohet, shumë kush e krahason këtë aktivitet me spartakiadat e dikurshme të kooperativave, ndërmarrjeve bujqësore, uzinave, fabrikave dhe institucioneve të ndryshme ku sporti ishte pjesë e jetës sociale. Dikur fshatra si Pojani, Polena, Rëmbeci, Çifligu e shumë zona të tjera njihen për organizimin model të aktiviteteve sportive dhe pjesëmarrjen masive të rinjve. Aktualisht Pojani duket se po rikthen ato frymë sportive dhe komunitare, duke vijuar në shembull për zona të tjera. Ndeshjet po ndiqen me interes të madh nga banorët, ndërsa turneu po shërben si një mënyrë për të afruar komunitetin e aktivizuar të rinj për të rikthyer traditën e sportit amator në fshat dhe jo vetëm. Pas 4 vitesh në Pojan, në njësinë administrative Pojan, po zhvillohet Spartakiada, e quajtur Spartakiada, po kampionati nëpërmjet 12 fshatrave të kësaj njësie administrative. Kishte po 12 ekipe pjesëmarrëse. Ditën e djeshme janë zhvilluar 6 takimet e para, nga ku dolën edhe çerek finalistët e kësaj dite të themi. Sot do luhen 3 ndeshje që për të dalë gjysmëfinalistit dhe do bëhet gjysmëfinalja për të lanë një ditë tjetër ndeshja finale që të mundësojmë kënaqësinë e këtyre sportazhëve të shumë që janë sot në stadium. Pojani është rikthyer, të tjerët janë në ndjekje. Është kjo shpreha që dëgjohet më shpesh mes sportazhëve të zonës, të cilët shpresojnë që iniciativat e ngjashme të prapen edhe në fshatra të tjerë të qarkut juglindor.